Ka projekte edhe ky krijimi i website-it Vlora Turistike. Pra është i përgatitur me preventiva, në kuptimin është bërë një kërkim tregu me drejt u pretendua që ndoshta kushton pak krijimi një website, ndoshta krijon dhe më shumë, një website profesional, por në fund fare kur paraqitet një projekt duhet të ketë një kërkim tregu, duhet të ketë pastaj edhe një preventiv që domethënë nuk e di, kaq switchat, kaq kompjuterat, kaq nuk e di çfarë parashikohet se kam iden, por kush e ka përgatitur do ishte mirë ta paraqiste. E dyta, kurse për sa i përket anës procedurale pastaj, do parë nëse I Love Vlora ka qenë e prezantuar në buxhetin fillestar, parashikimin fillestar, domethënë që mund të lejohet lëvizje buxhetore, po kështu dhe rrugët nëse kanë qenë të prioritetet, dihet dhe ky këshill ka marrë dieni që në momentin që do të kishin financa, do të kalonin disa nga prioritetet financoheshin, kurse për projektet e reja nuk e di nëse lejohet në këtë moment ndryshimet buxhetore apo jo, dhe këtu është mirë të flasi dhe drejtoria juridike. Pra mos ti kthehemi vetëm drejtorit financës, i cili në fund fare rakordon shifrat, por nuk është përgjegjës për projektet e mirëfillta. Mirë është që të gjejnë gjithë drejtorët dhe më pastaj kalojmë te diskutimet ku mund të gjejmë dakordsinë apo jo brenda këtij këshilli për të kaluar apo pranuar këto ndryshime në buxhet. Faleminderit zoti Moçka.